që 14 vjeç. Tash ku janë të drejtat e fëmijëve? Këta për shembull si? Se mos ta lëmë alkoolin në vllaj, 18, ta ulim nga 18 vjeç, ta ulim në alkoolin 14 vjeç. Po, do ta justifikojmë si të drejtën e tyre. Kjo është për të kthyer përgjigje kësaj, për ta lidhur edhe pak për këta shqiptarët e diasporës janë në Amerikë, po ndodhe njëjta gjë si me Kaliforninë. Jemi hap pas hapi duke shkuar tek asaj që ndodhi në Kaliforni, sepse tani porozohen nga gjykatat kushtetuese. Nuk e dim çfarë do ndodhi në të ardhmen. Pra justifikohen si të drejtat e privatësisë të fëmijëve dhe shumë çka tjetër, të cilat degradojnë në të ardhmen dhe çojnë edhe në ato raste ku fëmia e merr vendimin në mënyrë të pavarur, ose fëmia nuk ja thot prindërve, po mund t'ia thot shkollës, shkolla nuk ja thot prindit, pa gjëra që pam në Kaliforni të ndodhin. Ku ishin raste që psikologët të shkollës mbanin dosje të veçuara, qoftë fizike dhe qoftë nga kompanitë e softwareve që merren me faqet e shkollës, që mos i dinin prindërve, qoftë kur prindërit hynin tek faqja, pra si parent, qoftë edhe kur prindi ta kërkonte dokumentin ty në anë të një telefonate apo emaili apo shumë çka tjetër. Pra këto janë hapat ku ne po shkojmë, pra drejt kësaj po shkojmë. Sepse justifikimi, tani do thoni ju pse ti na çon te gjë që nuk ka ndodhur. Ju çoj tek diçka që nuk ka ndodhur për arsye se është i njëjti justifikim të drejtat dhe pavarësitë e fëmijëve. Pra në një moshë ku ai nuk ka mundësinë të vendosi, po ai ka të drejtë të ndrojë gjinin. Janë të njëjtat justifikime që këto ligje dhe gjithë to budallë që po futen, qoftë nga ato 70 ca gjinit, sa ishin, kush e merr vesh sepse mbash edhe shtohen, e deri te kjo që ka ndodhur tani. Që është e tmerrshme dhe ne të dy ankohemi kjo është e tmerrshme edhe sikur të kishim ilaçe nëpër spitale, patjetër, kjo është e tmerrshme çdo rasti. Veçanërisht ne, që ne s'kemi para, s'kemi fonde për ato smundje që kemi. Ndërkohë tani po harxojmë fonde për të shtuar smundje, se kjo është smundje. Kjo është smundje mendore. Pra mirë nuk kemi fonde për të shëruar smundje, por ne kemi fonde për të shtuar smundje. Ne kështu i përdorim fondet. Ne i shtojmë smundjet mendore. Smundje mendore do ishte kuruar. Kjo nuk është smundje, kjo është venom apo. Është qeliz aliene, është qeliz aliene, domethënë që nuk është njerëzore, kjo është ç'njerëzore. Se po të ishte smundje, më të siguroj që dikur do t'i gjendej zgjidhja. Problemi është në vend tjetër. Si ankohesh ti për pensione, si ankohesh ti për papunësi, si ankohesh ti që nuk ke fonde të bësh këtë, të bësh atë, nuk ke emergjenca civile dhe ti pas ke fonde me aloku për lloj-lloj tipi tani. Ata që ndjen banane. Hajde po alokojmë rimbursim shtetëror, po bëhet i rimbursimin shtetëror, se nuk e bën brata me kimjo. Të lexoj një pjesës të shkurtër të një raporti të Komisionit Evropian për Shqipërinë. Korniza ligjore dhe institucionale për personat i ka marrë këto gjinit me radhë dhe shumë e gjatë, është pjesërisht e harmonizuar është harmonizuar me standardet europiane për Shqipërinë. Por Shqipëria nuk ka ende një legjislacion të plotë që njeh bashkëjetesën civile apo martesën ligjore mes gjinisë së njëjtë. Pjesa më e madhe e planit kombëtar të veprimit të LGBT e shumë grëmave tjera 2021-2027 nuk është zbatuar ende. Pra kjo është e vjetër që po lexoj unë. Miratimi i protokollit mjekësor për persona transgjinor dhe ata me diversitet gjinor është një hap pozitiv në lehtësimin e së drejtës dhe kujdesit shëndetësor për këta persona, por zbatimi i tij nuk ka filluar ende dhe vazhdon raporti i BE-s. Pra, që në atë kohë ky plan ka qenë dhe BE-ja e ka lexuar këtë plan dhe i ka thënë qeverisë shqiptare, ore ka mundësi vëre në zbatim sa më shpejt. Pra për ta kuptuar këta që janë pro bashkimit evropian dhe po e presim BE-n me krah hapur. BE-ja e ka ditur këtë dhe mundësisht ka kontribuar që këtë vendim ne ta marrim sa më shpejt. Mos shpëtonin as këta fëmijët e tanishëm. Ky është vendimi i BE-s dhe kjo është vota pro kësaj qeverie. Pra kjo është ajo vota e cila mallkon
të ardhmen e kombit, kjo vota këtu, kjo që shkon për këtë gjë, që BE-ja e shtyn dhe e përforcon. Ky është Bashkimi Evropian që ta kuptojnë njerëzit. Nga vet ja ku është këtu. Jam te faqja zyrtare ku gjenden dokumentat posaçërisht për Shqipërinë të Komisionit Evropian. Ka diçka. Në ratë parë neve nuk e kemi mentalitetin për qenë kaq të hapur. Domethënë është shumë e rrezikshme të kalosh nga një grad patriarkaliteti në një harbim të tillë, sepse gjithë amplituda mes dy fenomenave do jetë shumë e egër. Do ketë shumë trazira, e para. E dyta, ne jemi popull i vojtur. Pse përmend tona, se përmend tjerëve, pak rëndësi ka se është debat që rri me ditë. Po që faktike është ne jemi popull i vojtur. Edhe ky popull nuk e ka akoma bukën, nuk e ka barkun plot akoma, o të tre. Domethënë nuk e ka mentalitetin e fituesit se për çdo lloj gjoje i është dashur të bëj korrupsion. Që ta përfitojë një të mirë, e cila në një vend tjetër është detyrimi i shtetit për shkak të taksave që ti paguan. Dhe është poshtërim shumë i madh nëse ti ke një lloj, domethënë individ të ndryshëm, target grupe të ndryshme, të cilat janë me smundje, të mbushur me smundje, ti nuk i bën dot ballë këtyre, dhe ti na hap tani alokon fonde rimbursimi për ndryshimin e gjinisë. Në qoftë se është Europa ndryshimi i gjinisë, fuck Europe. Nuk po pirdoj Europë. Se du Europën unë për të ndryshuar gjininë, unë du Europën që të marrë civilizim. Më forcohet arsime, më forcohet më arsime me Europën, jo vëlla, nuk më forcohet me Europën. Sistemi Europian ka rënë, është për tokë. E thonë gjithë, se thë vetëm unë. Do më thënë, nuk e din nëse Europa është ajo Europa e viteve 70-80, që të parët tanë në vitet 90 e bërtisnin e duam Shqipëri si gjithë Europa. Sepse Europa von der Leyenit, e Sorekës dhe Mogherinit, hajduta me çizme, dhe leva zioniste, kurse si nuk mund tjetë Europa e Helmut Kohlit apo e Straussit apo De Gaullit apo Margaret Thatcherit. Kam përmendur Në qoftë se kjo është një lloj direktive europiane, atëherë direktivat europiane le të rinë të presin në radhë, vëlla, se ne kemi direktiva shqiptare njërë. Po, patjetër. Unë du me ushëru vetë njërë, du me pas arsim. Nuk më intereson fare më je italian, je gjerman, je francez, je çfarë duash ti. Këtu kam unë prioritet, në vendin ti kam unë prioritet, sepse ti në vendin tënd ke prioritet mbi mua. Kam përmendur një simbolik për këtë. Mora një shembull të tillë thjesht. Për Partinë Socialiste ishte, që ndjek këtë agent. Po ka qenë para kësaj që dëgjuam. Nëse një student futet dhe do të kryej shkollën, do të bëhet avokat. Edhe fillon të bëj universitetin, ka dëshirë të bëhet avokat, kryen disa nga lëndët që kanë të bëjnë me degën që ai do të mbarojë dhe mbasi ka marrë shumë kredite në këto degë, njëherë të shiron të ndrojë degën dhe të shkojë në një degë tjetër. Tani kur ky shkon në një degë tjetër ka një kosto oportune. Pse? Sepse disa nga lëndët nuk i vlen për atë degën tjetër. Prandaj sa ai zgjedh inxhinieri, sigurisht që nëse do të ketë studiuar për ligj biznesi, do të shkojë dëm. Partia Socialiste është në të njëjtën fazë për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Është një parti që është rritur dhe furnizuar ndër vite me idenë e Bashkimit Evropian. Por paralelisht me këtë, Bashkimi Evropian degradohej, sepse çdo vit po degradohet edhe më shumë. Dhe teksa Bashkimi Evropian degradohet, PS-ja tani mban premtimin e Bashkimit Evropian, sepse nuk e kthen dot më. Pra sot edhe sikur PS-ja, pa edhe sikur Bashkimi Evropian të degradojë aq keq, saqë Rama thotë ore nuk ka mundësi se kjo që ka e të mëshme, nuk e kthen dot më timonin, sepse kosto oportune për Partinë Socialiste është që shiko, gjithë këto vite ju kemi gënjur dhe ja kemi futur kot. Pra njerëzit duhet kuptojnë që besueshmëria në qeverinë tonë
për sa i përket premtimit të Bashkimit Evropian, është mbi bazat e interesave partijake të premtimit dhe PR-it që ka mbajtur Partia Socialiste një gjithë këto vite, që do të thotë që edhe sikur Bashkimi Evropian të jetë pika më e ulët e shtetit shqiptar, ata do ta çojnë punën deri në fund, duke mbrojtur vetëm interesin e tyre personal, pa duke bërë kredibilitetin e tyre zero. Zero edhe sikur ta kuptojnë vetë, që ata e dinë çfarë po bëjnë, se nuk janë naiv. Po për t'ia thënë njerëzve, për t'ia thënë masës, edhe atyre që mbase ja u japin votën, të kuptojnë që vota e atij që voton ata mallkon dhe atë që nuk voton ata. Mallkon dhe atë që do të mbrojë familjen e vet. Jo vetëm atë të çmendurin që e voton ose të shiturin. Ka diçka. Unë kam qenë neuroskeptik që në 2015 student kur kam bërë 16 faqe ese argumentuese me footnota dhe me bibliografi pse Europa ka deficiencë demokratike. Dhe kjo deficiencë demokratike do të bëjë Europën që duhet të përballet në një sfidë në të ardhmen ekzistenciale. Do ekzistojë, do ndryshoj formë apo do shpërbëhet. Unë mendoj se është para dy zgjedhjeve tani më. Ekzistenca e saj varet nga dy zgjedhje. Ose do kthehet në një federat të kthehet Shtetet e Bashkuara të Europës, e cila për mua është shumë e vështirë që të mposhtet krenaria gjermane dhe krenaria franceze, ose do shpërbëhet, do kthehet në unione të vogla, ose do bëhet me radhë, do kthehemi në një dispozit të hershme në vitet 60-70 Bashkimit Evropian, ku mendonin që ta bënin centristët. 6 vendet cilat e themeluan kishin bazën dhe tjerët ishin me radhë më të largët. Pra baza janë këto 6 vendet që ishte marrëveshje ekonomike për tregtimin e lirë të gjës. Problemi është që Europa vet është kalbur nga kukullat, është kalbur nga sistemi bankar. Domethënë, asnjë lloj gjëje logjikshme nuk do ta këshillonte Gjermaninë që të shkrinte centralet e veta bërthamore, sepse Greta Thunberg, më thonë za, se s'ka lindur atëherë, po Greta Thunberg i kohës thoshte që na prishet vrima e ozonit. Ndërkohë që vendet që e proklamojnë këtë Amerika është e mbushur me industri lufte, të armatimeve të rënda, kupton? Pse Italia hoqi centralet bërthamore, që tani po i kërkon me ngulm? Sepse janë disa lidera kukulla të prekur nga sistemi bankar, të cilët futeshin në borxhe dhe kridheshin për abuzimet e tyre. Dhe dikur, sado që ta abuzdosh ti, mund të duket sikur nuk merr kur fundet ti e lart, borxhi ka bërë punën e vet, vrima është thelluar. Dhe Europa ka arritur në këtë lloj stadi që është e varur ekonomikisht nga të gjitha fuqitë e mëdha, nuk ka fare autoritetin që e ka pasur një herë një kohë. Dhe pamja e famshme, fotografia e famshme në zyrën ovale e presidentit Trump, i ulur në tavolinën e vet dhe ata liderat evropian, të gjithë të rreshtuar si në kopsht, si në klasë parë, para ti me kokën ulur. Në gjuhën e shkencave politike nga viun, kjo është gjuha simbolikës, kjo tregon një lloj predominimi të një fuqie mbi disa fuqie të tjera. E gjen këtë edhe tek Huntingtoni, te përplasja e qytetërimeve, ku fillon direkt kapitulli, flamuri rus ishte me kokën poshtë. Pas rënies Bashkimit Evropian, sovjetik. Pra, unë mendoj që është një falsitet për një propagandë brendshme, se si neve duhet ta japim votën që të na fusin në një Europë që na e mbajnë larg. Po problemi është që mua dhe ty, brezit ton, nuk na e shet dot Amerikën edhe Europën siç e shisje prindërve tanë, të cilët nuk kishin informacione, kishin thjesht urrëtie për enverizmin dhe donin të ikën nëpër botë. Sepse ne xhaje kemi prekur vetë si me të jetuar, si me të shkelur. Unë e di që Amerika nuk është fushë me lule, unë e di që Gjermania nuk është fushë me lule, unë nuk e di që Gjermania nuk është më mirë se sa Shqipëria për të jetuar. Unë e di që Amerika nuk është më mirë se sa Shqipëria për të jetuar. Unë nëse zgjedh të ikën në Amerikë, zgjedh për 1, 2, 3 objektiva që du me i kap që nuk mi mundson vendi im. Pra nuk ma shet do t'i mua, do futemi në Europë dhe ne do ndryshojmë, se nuk we change nothing. Do jemi thjesht njëjtët, a kupton? Që do taksohemi më shumë. Sepse standardi jonë është i ulët vëlla.
është i ullët. Dhe unë besoj se kjo, domethënë, Bashkimi Evropian vetë ka vrarë edhe idenë tonë për bashkim kombëtar, a kuptoni? Kemi zëvendësuar Bashkimin Kombëtar me Bashkimin Evropian. Të gjitha liderat populistë që flisin një herë një kohë Bashkimi Kombëtar do bashkohemi me Kosovën, me Shqipërinë, bla bla bla. Që bëni populizma, të nuk bën asnjë lloj gjoje nuk bën për atë nisëm. Kur i pyet sot, thot, neve do bashkohemi në umbrellën e Bashkimit Evropian. Pra ai Bashkimi Evropian, ai lloj Bashkimi Evropian që të ka sjellë Çorekën për të marrë 1 euro metrin e tokës këtu tek neve për të bërë atë kolegjin Evropian Tiranës, ku doli në dosjet e Epstein edhe në korrupsion. Mogherini, Soreka. Unë e blej 2.000 euro metrin katror, ti e blen 2.000 euro metrin katror, Bulci e blen 2.000 euro metrin katror, gjithë ne marrin 2.000 euro metrin katror në kat 7 ajër. Soreka merr tokë shtetërore me 1 euro, me të drejtë zhvillimi. Në vendin tënd. E merr dot në Itali tokën ti. Me 1 euro. Pse duhet jemi kaq inferior? Dhe me idenë që kanë dështuar në çdo lloj gjë, se s'ke çati shesësh ti si politikan, këtyre duhet të vit turpo vëlla, të gjitha. Se s'ke çat na shesësh më. Janë kapur të dyja palët pas Bashkimit Evropian. Si PD-ja, si PS-ja, tonë bashkimin do integrojmë në Europë. Se s'kan qa shese më, do flasim për fabrika, do flasim për cilësinë e jetës, do flasim për cilësinë e arsimit, për cilësinë e mjekësisë, për cilësinë e turizmit, për cilësinë e shërbimit, për cilësinë e ushqimit. Për këtë do flasim, që kam bërë arritje. Shkesin në ëndra, vlla. Po pra, sepse kanë bërë një premtim që tani kanë ngesur brenda premtimit vet, dhe vetëm ajo vetëm ai produkt ka mbetur. Bravo, është i vetmi produkt që u ka ngelur për që mund të kapen. Se s'kan janë djegur çdo lloj deadline. Kanë aq kohë sa kishte Enver Hoxha gjithë jetën e vet pushtet, s'kan bërë asnjë lloj gjoje. Domethënë këta kanë punuar që Enver Hoxha të duket më mirë në thelb, se pakën Enveri ka bërë 2 termocentrale, 2 hidrocentrale, shtroi rrugët. Çfarë dreqi ka bërë këta? Ta sigur kanë punu për Enverin, vlla. Edhe kjo prapë është argument që vërteton Katovicën. Po. Ja kapën më pas bashkimin e kush është Bashkimi Evropian? Roberto që të vjen si Roberta, thot nuk e dua penisin se më ka mallku Zoti, dua të bëhen femër, ndërkohë që unë shikoj nënën që qanë që është me kancer. Më kërkon 500 lek, 1000 lek se ka fëmijën autike, nuk e trajton dot. Se kjo është vlla, domethënë nuk e di. Nuk e di se çfarë tragjedie e antikitetit mund ta apo shakespeariane mund ta përshkruaj poshtërimin vlla, pështymën që na hedhin neve për ditë vlla. Dhe duke u ndalur te kjo pështym, shoh në Shqipëri komunitetet ose institucionet fetare, të cilat ne i kemi të larmishme, sepse kemi atë larmishmërinë fetare, dhe më kujtua pak ligji për shumë gjinic, për kur pam protestat dhe reagimet, për një goditje e parë e kësaj vale që morëm goditjen e dytë dhe do vazhdojmë me shumë tjera, se është pjesë e një agende, siç edhe e lexova nga dokumenti vetë Bashkimit Evropian. Një agende vendosur nga qeveria jonë mes Bashkimit Evropian dhe emiratuar tashmë dhe do vazhdoj përpara. Në ato protesta dhe ato reagime, përveç disa personave të pavarur, disa shoqatave me vlera konservatore dhe personave që dolën kundër, institucionet tona fetare, krerët tanë fetar, më sakt, nuk reagojnë për këtë. Madje, unë di që samiti diasporës ndodhi pas asaj ngjarjes, së atij ligjit për shumë gjinit, që kishte bërë gjas me konsultim publik, po të hysh dhe të lexosh kompanit apo grupet që është bërë konsultimi publik, shef LGBT, pra kemi bërë konsultim publik. Shikoj edhe një organizatë të varur nga fondacioni i Sorosit, pra ky është konsultimi publik i tyre. Po pak rëndësi ka kjo. Mbasi mbaroi kjo skandal që ndodhi, erdhi samiti diasporës, ku krerët fetar ishin ulur me kryeministrin,
për t'u tallur edhe me mërgatën, sepse ishin tallur me shqiptarët e vendit, ishin ngurur bashk. Dhe kështu do vazhdojmë t'i shikojmë bashk. Dalin kur janë ditët fetare, bëjnë ato bekimet, thonë ato fjalët e tyre se duhet i thonë, dhe vazhdojnë shikojnë punën e tyre, ndërsa në atë vend që këta thonë këto bekimet e tyre, ndodhin këto gjëra. Pra sulmohet familja, sulmohet ardhmja, sulmohet edhe fëmia tani, se tani kanë arritur tek fëmia, pra është 16, shkon 14 vjeç. Nga 14 do shkojë siç ka shkuar në vende të ndryshme të botës, janë këto lloj agjendas, ka shkuar poshtë në poshtë, ka shkuar deri tek lindja. Dhe këta fetaristat, të cilat janë falso dhe përfaqësojnë një grup besimtarësh të cilët i besojnë, ja çfarë bëjnë? Nuk bëjnë totalisht asgjë. Nuk bëjnë asgjë, vetëm rrinë dhe kur i thret kryeministri, vinë dhe thonë lutjet e tyre, në mënyrë që kryeministri të dalë si respektues i madh i feve, por është ofendues i tyre. Janë të tretë. Janë të tredhur sepse ata nuk e meritojnë ofiqin që kanë. Ata janë emërime pre pazareve, sa tendera dhe sa besimtar na sjell ti neve për vota vëlla. Besimtari shkret, nëse ti e gjon hoxhën apo pritin apo pastorin që të predikon dhe ti ke besimin Zot dhe besimi jot në Zot lidhet edhe me fjalën e këtij zotëri që ta dekripton ty Biblën apo Kuranin, nuk është më fajo dhe është faja ti mashtruesit që manipulon dashurinë tënde për Zotin, ta keq interpreton. Ta nuk dolën për fëmijët e Gazës ti pret. A kuptoni këta nuk dolën për fëmijët e Gazës olla. Po të dalim për vendet e tyre paktën. Unë s'pres të dalim për Gazën. Kurse u jepen toka. Toka u jepen dashnore, u jepen gjithaj. Ke parë çfarë fytyrash janë? Jo, dakor. Ta janë fytyra që ti marrësh për roje dhe roje kështu, roje stani, jo roje objekti, se dhe roje objekti duhet të jetë çike komunikueshëm, roje stani janë mal o vlla. Beja ti me delet, me dhit, me ujkun. E nuk i merr, se s'ke besim, s'ke kredibilitet. Se e shikon si pamja atë, si qenie, si lëviz, si mendon. Homer Simpson vlla, ec. Unë nuk hyj tek ata njerëzit që gjithë njerëzit janë barabartë, unë hyj te diferencimi i njerëzve vlla, e vetëdijsimit i forcës mendimit. Nuk jam ata në Tereza që ne jemi të gjithë të barabartë, ose jemi të barabartë, ose jam i barabartë me një që mbet kanaçe. Se pranoj se është ofendim për mua. Kjo është zgjedhja. E disa herë ka dash jeta me më çu mua poshtë fare, ty e tjetrin. Çfarë din, kemi pas sfida. Ka par milionera që kanë vajtë buka gojës, valla. Sfida janë, ç'është zgjedhja. Neve nuk dim zgjedhim. Nuk ke se si të zgjedhësh. Në qoftë se ti çdo gjë do të programuar valla. Me racion. Dhe kjo është fakti, kjo është realiteti. Po, se kjo më mbeti e paqartë dhe më duk interesante. Po këto importimet që u bën tek kjo parada e këtyre shumë gjinoroshave. Kishin sa importime, kishin sa produkte import, ishin sa të zinë, sa aziatik, sa kinez, sa ku dëgjon. Ç'kishin bërë aty? Motrat e vëllezërit tan gay dhe lesbike, europian dhe botror kanë ardhur, është vend i shenjtë Shqipëria valla. To ka premtuar për ta. E di çfarë doja të përmendja? Gay merr. Tu ti gay merr kreditin me 0% o vlla. Të pyet tjetrin formular. Të punon byça? Po thotë, 0% incentiva për ç'a jeti profe? Për të shpërblyer. Seksual, jam familiar me familjen. Neandertali, shumë i prapambetur. Ti fundit fare, edhe qeni ka më shumë përparësi për kredi se sa ty. Po të ketë ndërgjegjen. Se ne me neandertalet, ne heteroseksualet vllate, meshkujt që kanë pak testosteron, që kanë ngelur testosteronin, jemi të rrezikshëm për ta. Se jemi shumë të prapambetur mendime. Ne duam akoma femrën. Ne dashurojmë femrën vlla, është gabim shumë i madh në kohën e sotme. Sot duhet dashurosh Ramën në çdo dimension të vetin, literal dhe jo vetëm. Mos. Djegësit e tru podcastit e kuptojnë. Djegësit e tru podcastit e kuptojnë se e thash.
Kështu që i dashur, kur flet për klerin, mos harro që kleri ka humbur komplet religioni, të paktën institucioni religionar ka dështuar, është dështim, është komplet mashtrim i gjallë. Janë disa OJQ, OJF që marrin lek me GoFundMe, bëjnë një bamirësi kështu publike dhe pjesën tjetër për vete. U kaq kam detyrë me thonë që është sekret publik. Pastaj antiterrori mos merret me mua, po të merret me këta që çojnë hoxhallar edhe i marrin i fusin i rekrutojnë për isisra në përgjona. Çfarë më kujtove ti mua? E vazhdo edhe pak ti analizën, se dua të gjej diçka shumë të bukur. E gjeta. Atëherë, Top Channel-i. Shikoj pak sa bukur. Që më raft pika mua për këta transinorët. Se janë në hall. Janë në hall, shikoj pak. Deri tani thot, shumë persona transinorë në Republikën e Shqipërisë janë detyruar të kërkojnë trajtim jashtë vendit ose të përdorin në mënyra jo zyrtare brenda vendit, gjë që ka sjell kosto të larta për ta dhe mungesë kontrolli mjekësor. Më raft pika. Më raft pika mua për ta. Si mund ta varja mora ti me kancer, si mund ta lësh këtë tranzinorin ti mos ndroj gjinin, të shkoj jashtë ky. E trupshme. Vetëm këta shkojnë jashtë vendit vëlla. Asnjë shqiptar nuk shkon jashtë vendit. Vetëm këta që duan ndrojnë gjinin shkojnë jashtë vendit. E tmerrshme është. Ë? Si mund të jetë ky lajm por? Si mund shkruhet ky lajm? Si mund të perceptohet? Çka ka Top Channel tjetër për Putën, për Shqepen dhe Big Brother. Çka ka tjetër vëlla? Kanë lajmin nxjerr. Thua ti që ka njerëz që mund t'i hanë këto gjëra në këtë pikë jemi ne, se kjo kultura jonë është pak herët për t'ia dhënë kështu, kaq të freskëta këto, kaq krudo. Sa që i hanë këto gjëra më teti, sa i thot janë vetën thot. Edhe fëmia im nuk është. Fëmia e ti mund të jetë mallista, kupton që pimë bidon, mund të jetë gay, mund të jetë lesbike, mund të jetë pederast, mund të jetë çdo lloj gjoja, kupton? Po e se di se aq mund e ka gjyshe nëna, gruaja shqiptare mesatare, shkon në fasoneri, punon 10 orë atje, merr 700.000 lekë, shkon në shtëpitë e burri, laj bregët, burri pianec. Dhe ky është realiteti, Homer Simpson shqiptar. Kur po e flisim të temën, prandaj ta bëra atë pyetjen kur po shkruanin pra që a lejoheshin martesat mes dy gjinjeve tjera në Shqipëri që nuk lejoheshin ende, por do vi dita që do lejohen dhe ato. Dhe janë ka martuar kryetari i bashkisë. Kryetari i bashkisë po, do ta them atë, vetëm se dua ta nis pak kështu këtë analizën. Tani, ky absurditeti që dëgjuam tani për terapitë hormonale, si i quajnë këta, pra kishte fëmijët nga mosha 14 vjeç, okay? Pra nga 14 deri 18 që je minoren, është mosha që në të bësh të terapi. Tani, logjikisht, dy prindër transinor nuk do ta çojnë fëmijën për të bërë këtë lloj terapie? Do ta çojnë absolutisht. Pra njerëzit duhet kuptojnë që në momentin e parë që ne do të miratojmë këto martesa, të cilat që e the ti janë martuar, pra i kemi parë këto lloj eventesh nga pushtetarë të lartë në Shqipëri, pra që i bëjnë në institucione shtetërore më të mëshme, si për tyre institucioneve, është akoma dhe më të mëshme, është simbolik dhe sinjal diplomatik ky për ata që i kontrollojnë këta si kukulla. Të nesër me këta persona do t'i çojnë fëmijët e tyre dhe thonë ka mundësi ma bë pak një terapi hormonale ose ta them pak një fjalë tjera. Ka mundësi merrja pak lekët atij që ka kancer dhe sille pak këtij atë çunit tim që është 14 vjeç dhe nuk e di akoma se çfarë do të bëj, po ne jemi prindërit e tij që e kemi birsuar, sigurisht ata nuk bëjnë atë fëmijë dhe duam ta bëjmë pak nga femër, ta bëjmë ku dëgjohen banane. Dhe po thot mjeku patjetër, sigurisht ky shërbim nga Republika e Shqipërisë, nga qeveria Rama, që në 2021 ishin paketa, që në atë kohë fliste BE-ja, i jepte raportet, i thoshte vazhdo përpara. Tani dalin publike gjërat. Kjo është tmerri që pritet dhe i radhës. Nuk e koncepton shqiptari kaq se konceptonte shqiptari nuk do mbante Ramën në pushtet o vëlla, domethënë a kuptoni, Rama është letër lakmusi i inteligjencës. Ore kata nuk po them që e kam unë natmër.
Nuk është problemi që unë e kam personale, ky e ka personale me gjithë shqiptarët tash, o vlla, ky na ka poshtru të gjithëve. Se ky s'është mbreti jon i zgjedhur më, zotëri, ky është një punëtor bastard që është krijuar e gjithë politika e tij nga Sorosi, duke përdorur Lulzim Basha gjitha që ky dilte fitimtar. Ky është lepur më, ky është frikacak. S'ka qenë ndonjëherë gangster me rinin e vetë, këta e kanë rrahur, e kanë bë mute, e kanë dhier, dru. Çka gangsteri është ky më? Ky është kukulla perfekte. Po neve nuk e dim pra, domethënë të pëlqesh Rama se është arrogant me ty, duhet të jesh idiot o vlla, duhet të jesh shumë i çmendur o vlla, duhet të jesh shumë pervers ti. Ti duhet të bashkohesh me kush e ti që i fetok të Izraelit, kush e ti që futo ligje, o idiot. Kush e ti që jep kamp në gjadër, qa je ti mër? Je kryeministri një vendi bananesh, ma, duhet të jesh turp, e kupton çfarë përgjegjësi është, ti je kryeministri i Shqipërisë, o vlla, duhet, më thënë, ti po merr një karroc të kalbur, po merr një karrocë të shesh tregut, me borxhe. Nuk dihet kush i ka borxhet tona. Këta na hiqen si kapadainave. Mos po them mos bëj legë, mos i merr bukën tjetrit, o idiot. Se ndan do çiflikun tën Shqipërinë se është e gjithëve neve. Ore, po na e mori dinjitetin, do vim do mblidhemi, s'na duhet më asjeta, e sakrifikojmë deri në fund. Se ç'a çeka kështu? Ti po mori dinjitetin, po më mori të gjitha, ç'a pretit? 3 skllavi jote? Po të më thonë ç'a pretit nga shqiptari kur nuk e kupton këtë vlla. Po të ka shitur gjithë Shqipërinë, të ka larguar gjysmën e familjarëve, gjysmën e shoqërisë na e ka larguar jashtë, kanë ikur gjithë jashtë. Me shet me propagandë me gjitha, kuptoni që ndodh tash, o zotëri, fut tjetër terapi hormonale, ti nuk e buk ta shtëpi. Ky nuk rimburson për vakëfet, ky nuk rimburson për jetimët vlla, që ikët marrin tan ushqim cilësor, jetimët mos vdesin se gjunop. Bëj një gjë të mirë për shpirtin tënd. Ky vetë të futet një transinore se na do BE-ja, nuk do trapi më me fut në BE-ja, nuk e du BE-ja, ke bën një referendum ti. E du BE-ja apo se du BE-ja? Po tu censurohesh, du të flasësh kundër BE-s, nuk të pjerd njëri në për studio, në për gjona. Fillojnë të bërtasin nga i pari tek i fundit, çfarë është kjo linjë editoriale e gjitha me radhë. E kam vënë re këtë edhe me kam parë disa persona të këtyre partive të reja, më kujtua një rast, nuk po i them me emra këto. As për reklam, as për sulm të as kujt, por shumë interesant, një televizion shumë të madh të Shqipërisë, ku jepet një kritik për punën që po bëhej nga qeveria Rama drejt Bashkimit Evropian dhe një vërsulje, pra si guxon ti ndalon misionin kombëtar që ne jemi unifikuar të gjithë bashk për te çdo lloj ndasie, po ta them të përmbledhur, kjo është ideja domethënë, dhe na ndalon këtë mision kombëtar të drejt Bashkimit Evropian. Pa si guxon ti, njeri i ulët, është bërë BE-ja mision kombëtar, mos fol kundër integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, nuk është çështje opinionesh, është sikur po flet kundër flamurit. Jo, ai po punon, ti punon kundër, turp të kesh. Kështu është bërë. Kjo është propaganda që po ngrihet tashmë, që kur je kundër integrimit të Shqipërisë në BE, je kundër avancimit të AD-ut tënd. E tmerrshme. Jam kundër integrimit në BE, valla, se nuk do paguaj taksat, dhe në unë për të gjithë azilantët që vinë në Gjermani, në Itali, në Francë, që rinë me asistencë sociale. Punojnë të si gomarin duhan, taksojnë 42% si beqar, se do bytha Edi Ramës edhe e Melonit apo e Starmerit, se të marrin azilant Shqipëria apo në Gjermani apo në Itali. Po jo më zotëri fare, zero. Unë jam për izolacionizëm, o vlla, me veten tonë, me sistemin tonë. Kemi në muzikeja jonë e gjitha, bësh hekurudha, ja dalin vetë, nuk kemi nevojë as për Italinë as për Gjermaninë. Edhe ushtrinë e bëjmë vetë, nuk ka asnjë lloj probleme. Shqipëria do të marrë general shqiptare, ti të mësojnë ndjenjën kombëtare, ne na vinë generalet turq,
italian, amerikan e gjitha, pret ti që ushtari jonë luftoj për Shqipërinë. Lufton për natën ai, se lufton për generalin e vet. E kupton çfarë idiotësh jemi ne? Ne marrim botën nda bëhet do të shtëpie. Kaq e thjesht është. Ti pretendon ti bota tash dhe të bëhet zoti shpistone. Është e turpshme. Në mos nuk është e turpshme, vëlla, është e tmerrshme. Dhe në mos nuk është e tmerrshme, me siguri është fatale. Ti çfarë të më për këtë? Ti kam thënë të gjitha. Është një pra si funksionon un e kam pa qartë këtë lloj agjendën që këta po shtyn për Bashkimin Evropian, nuk e kuptoj fare. Është një reklam, është reklama më e lirë në botë, është më cheap, është më e ndyrë, është propaganda më e ndyrë, kjo që po na çon drejt Bashkimit Evropian. E para njerë fillon që nga këtu, hapja e grup kapitujve. Tani grup kapitujt, që ta kuptojnë njerëzit, duan mbyllen, nuk duhet hapen në ratë parë, nëse duam shkojmë drejt bëhes. Hapja atyre në një kohë të shkurtër hapen disa paralelisht, i prish punë grup kapitulli 1, prish punë grup kapitulli 2, sepse nuk ke ti kapacitet për t'i pas të gjitha të hapura njëkohësisht. Se si të luash 5 ndeshje futbolli për shembull me një ekip, do futesh ekipin B, do futesh femrat të njëra për ndeshjeve, do futesh të rinjt. Pra nuk funksionon kështu. Ne gëzojmë që u hapën. Kjo është e tmerrshme. Kjo është sa e lirë është kjo propaganda vëlla. Sa nuk më shkoj dot më poshtë se kaq. Nuk e kuptoj dot fare. Është qesharake. Është dhe për të qarë. Kur e gjen e bën vëlla. Po, jo, patjetër, kur e gjen e bën, pse patjetër. Qëmë si ti vete shet vetën tëne për një rok qelbur edhe e shikon tjetër që nuk po të respektoni majno, vetëm kaq, nuk e mendojnë njerë se kam frikë ta mendojnë. E mendojnë vetëm kaq vëlla. Në qofse do ta kishim bërë të gjithë. Një ditë bukur, flet tjetër ta heq dinjitetin, po heq dorë nga puna, 1, 2, 3, 4, në tërë Tirana për shembull. Në institucionet ndryshme. Ti kena 10 për ditë. Ço do bëjnë këta klyshat? Do ta bëjnë punën vetë drejtori? Do fusin inteligjencë artificiale. Se artificiale. kanë frikë, se kanë ky është mendim. This is called red mentality. Është ret vëlla, është mentalitet miu. Nuk e ngre dot kokën se jemi kanalesh, ti do kanalin tënd vëlla. Do të rish ai xhiriz jot. Mentaliteti Luanit është ti je predator, ti kafshon vëlla, ti ha, ti ushqesh, çdo gjë para tesh ushqim. Ti nuk je je predatori. Ky është mentaliteti që dalun për ditë nga shtëpia. Nuk dalun kanë frikë flas nga Rama se mboni sulm. Po të bëje çfarë doje, unë jam i përgatitur, kam marrë luftë, nuk kanë kohë më, unë po mora goditje. Vetë kam zgjedh luftën. Ma dha njëri me dorë. Tu e zgjedhin vetë pastaj ankohen për zgjedhjen e tyre, pse ndodhi mua. Edhe pastaj zhburnohen fare, puthin duar. Qa lloj pune ka bërë se çdo lloj projekti, domethënë, jo aeroportet, jo ky i Vlorës, jo tuneli, jo çdo lloj pune. Ore më thuaj një projekt që këta e kanë bota tamam valla. A ka një projekt që kanë bota tamam? Po projekt, jo një shtyll. Një shtyll mund ta kanë rregull tamam. Ose një semafor janë prish ditë është ndru poçi, okay, në rregull. Ka një projekt? Generatorët. Generatorët. Renderi më i bukur që kam parë në jetën time. E vërtetë është. Atë për projekt vëlla. Po. Renderi i bukur, renderi ishte fantastik. Renderi ishte Marina B, super fantastike si render kështu. Nëse më pyet për zbatim, pastaj duhet të flasësh me të madhin se neve shqiptarët nuk mund ta gjykojmë dot punën e të madhit se. Tash i di ai të gjitha, se ne jemi inferior ndaj atij vëlla. Ti di që ne jemi inferior. Ne flasim se si bëjnë dot gjëra se po ti Kam vështirësinë që ne kemi një ignorancë të theksuar kur vjen puna tek dallimi i komponentëve të zhvillimit. Do të thjesht ai ka qëllim të shtoj bythën e vet, shesi sa më shumë nga Shqipëria e ka skrapin e vet vëlla. Ai popull ne si popull. Kurse ti dhe unë. Jo ti dhe unë. Ti shikon si kontarist, hajde çfarë mund të bëjë. Por ne të dy, edhe të ngjashmet si neve, e shikojnë hajde çfarë mund t'i bëjmë një kontribut. Okej, unë dal për veten time vëlla.
çojmë gjes për veten time, nuk mendoj o çfarë do bëj sot për Shqipërinë. Kjo është shumë e vërtetë dhe nuk kam fare kompleksa. Unë dal vetëm për veten time, për familjen time. Por me qenë se më ka rënë fati që të jem personazh publik në Shqipëri, kështu neshi Zoti, nuk është se zgjodha unë, thjesht punova. Po unë kam ndikim vlla në Shqipëri. Edhe këtë lloj ndikimi do ta çoj për mirë. Aq sa mund të bëj vlla. Pra kontributi im publik për Shqipërinë është të pakën vlla. Unë po ju ftoj, po ju them shikoj, nuk kam frikë ta flas një gjë që nuk shkon, ka shumë gjëra që nuk shkojnë në Shqipëri. Dhe kjo gjëja që bëjnë duhet të ishte normale o vlla, duhet ta bënim të gjithë. Po se bëjnë të gjithë e po e bëj unë tash. Edhe shumë shok tjerë, kupton? S'kam monopolin e rezistencës. Po. Jam një ndër të shumtët. Po sa pak vetë jemi ne. Pak të kontribut po japim o vlla. Nuk po të vjet ty, çfarë do lloj biznesi që e kam bërë sepse e kam merituar dhe e kam bërë kontraktuale, kam qenë win-win situation me çdo lloj partner, dhe s'ka qenë publike, ka qenë private. Është telefoni jot që të vi unë ta blej, dhe ti ose unë ty të shes shërbimet e mia private o vlla, jo publike. Nuk është se unë kam bërë muhabet me një njerëz që them shikoj se kjo toka këtu vlla, do t'ja vjedhim aty në kadastër dhe do ta jap vllai ty, edhe unë dua lek për këtë. Siç bëhet rëndomtë nga gazetarët drejtues emisione që na bëjnë kështu si 100, na bëjnë si Gojorsa, na bëjnë si të virgjër. Këtë kemi po bëjmë vlla. Asnjëri nuk merret, as i media nuk merret me këto lloj tema që kemi bënë neve sot. Asnjë vlla. E marrin dhe bëjnë kështu kakofoni. Kto janë tema që diskutohen me një vetë tet a tet. Kto bëjnë 6 episode me personazhe të ndryshme që ti të marrësh informacion bollëk, nuk bën debat këto. Siç do më i bë Fevziu, a kupton? Pse na tregon tani që Ivanka Trump ja blen tokë private Sazanit. Ku t'ja morën? Ku ka këtë toka private Sazan? Kush i Sazanin po? Se mirë çunat e ngopit nxorën pronarin e Tiranës që kërkonte sallamin. Po Rama nga Ramën e gjeti pronarin e Zvërnec. Që pas ka blerë Ivanka tash. Dhe pas ka rretu. Po nuk është më turp aty më, nuk është më turp aty. Turpi ka dal nga moda aty. Turpi është jashtë mode. Ta thotë Shqipëri shpende se jemi në fund. Unë nuk kam pritshmëri as nga Berisha as nga Rama, as nga një lloj lëvizje të tyre. Ke parë mua të revoltuar si revoltojnë demokratët për atë zgjedhjen e Berishës. Jo vlla se e pres. Po unë jam zgënjur se kam pritshmëri nga vlla. Po jam dakord me këtë. Bajmë. Edhe këto David Kolon. Na trajtojnë si sklever, jemi Palestina e 20 viteve në pas. Izraeli ma do dali Bibi nesër. Tok Bib Liga. Po mirë ata me Izraelitët janë bosh me më ka ngecur pamja. Tani okej, se më kishte ngecur pamja, po u rikthye. Izraelitët janë në borxh me neve, po thoshe. Po. Ua kemi kthyer një herë borxhin që kanë ikur me pasaportën tonë. Nga ata ballistët e këqinj. Jo nga komunistët, po nga ballistët. Se komunistët do t'i kishin ndjekur, do t'i kishin vrarë, siç i vrau Stalini. Tashi, kështu na kthem borxhin ti duke na harë duke bërë zot në vendin tonë. Po mirë ata, po jo më jo, mirë ata për Izrael e madh. Po ne ku e kemi atë Shqipërinë tonë, se mirë ata për vendet e tyre të madh. Po ne atë Shqipërinë e madhe, ku e kemi apo është Bashkimi Evropian? Është Bashkimi Evropian besoj. Vllazko, ne ne nuk kemi shtet vllajim. Ne nuk kemi shtet, nuk kemi pride, nuk mund we cannot have national pride, bro. Sepse në samitin e diasporës un pash që u fol për shqiptarët. Krenari kombëtare. U fol. Po s'ke krenari kombëtare o vëllai se ti nuk e një.
Nuk e një ushtri o vlla, krenarin mua që të bëhem mund të jem krenar, është kur shikoj ushtarët e mia vlla, që tonë unë e ha tani Serbinë, e ha Greqin vlla, po t'na ngacmoj, po t'na hyn territor. I lë meshtrat aty. Ashtu bëhem krenar unë që motivohem dhe vet. Me këtë bëhem krenar. Se më del Flori Momajesi më thot bën një këngë që ka marrë lekë vet, edhe jepet në kombëtare, apo më plasit trapi më për Flori Momajesin apo për këngë që bëjnë ta. Më bë mua kënga, o vlla, nuk më bë mua kënga krenar që jam shqiptar. Bën krenar, po të shikoj arsimin tim, po të shikoj fëmijët tanë që dalin parë në Olimpiadat e botës. Kjo më bën krenar mua, dalin në shkencëtar, prodhojnë në i makinë. Bëjnë ato nga intelektuale i gëzojnë shtetet e tjera. Duhani i Sheldis do jeti Shqipërisë vlla, do prodhojmë duhanin ton. Jo ta marrësh ti për një copë buket. Ma marrësh atje ma bësh Malborot, ma shezësh tu me akcizë. Ne marrim kasht, çtu han do. Ti dush Amerikë. Ti do marrësh 20% asaj, të pa përpunuar me këtë çmim. S'është e ime vlla, tokën time, po e mbron ti vetën. Krijon incidente globale. Në qofë se ti del, ajo Korea, ajo e dhjera, Korea e dhjera atje, i bon presion gjithë fuqive të mëdha, se ka ushtri vlla. Se është që kollaj, Irani, kishte ushtri. Ne prodhojmë që ta dalin, o vlla. Sytë tanë që ta dalin. Prodhojnë, qatë prodhojnë, lesh. Dhe i trajtuam si mërgjimtarë shqiptarë të trevave ne. Të kërë samiti i diasporës, se samiti i diasporës përfshin të trevat, kupton të? Bëhet patriotizmi duke o masturbuar para pasqyrës me vetën, o vlla, tu është ta kisha Shqipërinë e Bashkuar. As me fjalimet bukra, as duke bërë Shqiponjën, as duke votu këta debila që votojnë neva. Patriotizmi është gjë shumë e madhe, nuk luftohet me luk çaj, o vlla. Patriotizmi është ti të hapësh, nuk ka qenë një qeveri o vlla. Të hapi institutin e albanologjisë të prodhoj 20 osmanolog, 20 gjuhës latine, 20 greqishës lasht, të tifusin në për arkiva, edhe cilin historik tu në për arkiva. Kush e bën? Asi qeveri nuk e ka bërë. Pse? Sepse marrin lek nga lobet greke, lobet serbe, mos hapi histori, lej ignorant, lej debila. Por e lexo tezat e Çubrilovicit e do kuptosh pse Shqipëria është këtu vëlla. Mo. Debilat që ka marrë drejtimin vëlla. Dashakesit e debilat. Ne edhe ato zbulime që kemi na kanë bërë thuaj. Kanë qenë shkencëtarët e huaj që kanë dhënë gjëra dhe o vëlla, kemi pranuar. Ekonomist që më thotë o profe, vjen tjetri studenti sa ka marru ekonomiku, nuk di elementet e një fature të atimore, ma. Ekonomistit. IT-a nuk di se qa është C++-it. Shkolla Covidit, me Zoom, me Teams. Mjek që s'din se qa është aga, qa është qeliza, qa është mitokondria. Shumë fletë më për patriotizm, flasim më për qitur e për të blerë, për patriota, nuk bëhet patriotizm me idiot, o vlla. Patriotizmi të do aq idiot sa t'jesh trim, po jo idiot dhe funksional, si që ta. Dhe që t'jesh trim duhet t'kesh një psikopati, që rrezikon veten. Po t'jesh kaq idiote. Por e kam parë student, mblidhe me makinë llogaricën 9+7. Dhe maj mënë si tani, zëtëri, 9+7, 16 janë nxori makina llogarica, nuk e din dhe i madhe. Duhet t'ua bëjmë një eksperimentë. Madagaskarin e din sharje. T'ja ndryshoj makinat llogarice dhe t'ja nxjerrim makina llogarice 15 për shembull. Edhe të shikojmë çfarë do bëj personi. Do ta vëri re lapsusin e makinës llogarica apo do vazhdoj? 1+1, 7, okay, po 7, e shkruajmë 7. Që ti vendosin pikat mi, unë për vetë time e kam zgjidhjetën time, o Tedi, ti për i vetën të atë e ke zgjidhjetën pare. Nuk e di sa do mbaj, do lodhem me këtë popull, në momenti do mbyll dyer gjitha, do shikoj punët e mia. Se unë jam i aftë, ja dal në jetën time.
për veten time a gjej gjithmonë zgjidhjen unë. Problemi është gjejmë zgjidhjet për bashkët. Po mos më hajdi tek unë kërkoj zgjidhje, se pastaj do bëjmë me kiste Rama me ty. Se kur të bërtisja hajde, më thoshe budalla. Kur të erdi ujtë e shtëpia jote, ku je profe? S'ka, o e kap, o je inteligent mjaftueshëm, të kapësh kohën e dur, në momentin e dur, tetësh, ose po t'jesh në kundra kohë, mund t'jesh djali më i mirë, vajza më e mirë janë kundra kohë vllat. Ka mallku Zoti, s'ke shpëtim. Dhe më e keqja është se ne nuk kemi vetëdisim vlla. Ne nesër harrojmë prapë, do shikojmë Big Brotherin, fermën, leshin, preshin. Ç'është mentaliteti është. Është popull i vdekur vlla. Popull i vdesi nga mendja, nuk vdesi nga fizikisht. Vdesi nga mendja, neve na zhvrar mendja. Ne nuk kemi bën dinjitet, nuk kemi më identitet, nuk kemi asnjë lloj gjëje, thjesht jemi kavja. Dhe që jemi kavje fisnike, jemi kavje krenare domethënë. Nuk ka dhe diçka force do që ta pranosh ti je kavja vlla. Dhe cilës si kavja. Do forcë shumë të madhe. Kemi nevojë për sepse sigurisht në mënyrë të qëllimshme, siç e tham, është ai në thonjza, po ta marr një paralelizëm nga një kompani, është siç është një departament për të bërë research dhe development, është edhe në shtet për të bërë shteti research dhe development për veten e tij. Një prej kauzave që një departament gjithmonë në thonjza i tillë do të sillte ishte edhe ai instituti që përmendet ti, që ne nuk e kemi, pra për të gërmuar, për të kërkuar ato vlera që kemi ose të paktën ato karakteristika që mund të përkthejmë në vlera. Por sigurisht sepse nuk na duan të vlejmë, na duan mos të vlejmë, na duan të varfër dhe na duan të shtypur që të bindemi interesave të atyre dhe sigurisht ata pasi ta kenë më të thjesht për t'u bindur interesave të atyre që kanë mbi kokën e tyre. E kështu vazhdon ai zinxhir, teksa vazhdojnë dhe godasin vendin, tashmë e godasin te familja, e godasin te fëmia, jo ndrimi gjinive, jo budallëqe nga më të ndryshmet, pra goditje në dinjitet në mënyra të ndryshme, goditje në dinjitet në pronë, goditje në dinjitet që në mënyrën e të folurit, drejtuar popullit. Pa emigrantët shqiptarë në Maqedoni, e të mërshme. Emigrantët shqiptarë në Maqedoni, është e të mërshme. që në të drejtat e njeriut, që në të drejtat e familjes, që në të drejtat e prindit ndaj fëmijës së tij. Pra ky shtet pas ka fituar këtë kredibilitet aq të lartë, saqë nuk ka më nevojë prindi të merret me fëmijën, mund t'ia lëri shtetit, sepse shteti ka kredibilitetin maksimal, shteti është Zoti tashmë. Pra është hipokrite, është e pisët, është e ulët dhe goditja e dinjitetit është në çdo vend. Dhe sigurisht që dinjiteti është një faktor shumë i rëndësishëm për të ndërtuar një shoqëri të fortë. Se kur të humbet dhe dinjiteti, pastaj mjafton të kesh 2 kafshata buk dhe nuk revoltohesh. Edhe një gotuj, më fal. Edhe një gotuj. Ka humbur. Kjo jemi në këtë lloj stadie, ne mendojmë për bukën valla, për vaktën e radhës. Buka dhe uji. Jemi homo buk dhe ujë valla. Buk, ujë dhe cirk. Këtë Big Brother me fermën. Janë cirku. Janë cirku është lavazhi trurit, që to t'isha unë një ditë kisha pushtet vlla, to do kisha ndalu me ligj, ato lloj formatësh. Ja kam menduar edhe unë. Ose do kishe licencë shumë të fortë. Për zotin e kam menduar edhe unë. Kishe licencë shumë të fortë vlla. Të licencës fortë. Këta do futishin në hetim për pastrim parash të gjitha me radhë. Për çdo lloj gjë, çdo audit i mundshëm vlla do shkonte aty që kur ta bënin atë licencën, ta masnin mbyll të mirë vlla, se çfarë do nxjerrnin aty. Se ti paske për dal me fermë, lope me qene, nuk boke ti një fermë atill me lexime, ta bësh konkursi me lexime, po fut debila funksionale, a kupton? Fut përputhse. Eskorta. Që i di gjithë Tirana kush janë. Se prap vllai. E mbyllin këtu. E mbyllin se tem tjetër, eskortizmi. Është tem tjetër. Tem e gjerë. Tem. Ne kemi motrat tona dhe ato se si motra i duam. Pra ne ju japim legët, çuna shqiptar. Ke ndonjë gjë në fund? S'ka mas si lloj gjë as në fund as në fillim, thjesht. S'ka lloj gjë. Do vi një ditë që do lodhemi edhe neve që po flasim, realisht do jeni vetëm. Atëherë unë po them lodhemi një ditë edhe neve. Po jo, patjetër. Do jeni vetëm. Unë po them vetëm këtë gjë. Po nxjerr vetëm një mesazh për ta mbyllur të atij departamentit simbolik të research dhe development që ne e kemi
me qëllim të vënë drynin tek dera e tij, që mos nxjerrim as edhe një vlerë nga toka jon, qoftë nga burimet fizike minerare, që t'i shkojnë interesave të tyre, jo njerëzve, qoftë edhe nga burimet e historisë, dhe instituteve, dhe dijes, edhe shumë shka tjetër. Dhe shpresoj që është një pikë ku unë gjithmonë kam përkrahur sa më shumë të dalin subjekte të cilat kanë mendime si ne, subjekte të pavarura që kanë mendime si ne, pavarësisht asaj frikës psikologjike që është vënë me anë të kodit tonë zgjedhor, që mos u fut ti më vete se ja kalon votat atij tjetrit, kjo është frika që do të na mbaj, pra duan të na i djegin votën pa u futur në kurtinë e votimit, por i lutesha njerëzve mos kenë frikë të kalojnë, të qoftë kandidojnë vetë, qoftë kryejnë parti, qoftë votojnë për partitë pavarura, që mund të dalin, mund të jenë, çdo alternativë, jam duke folur në parim. Vetëm të lutem mos ndalohen nga frika, që është kjo lloj propagande shumë e pisët, që mos dil më vete, ose mos shko tek dikush që është më vete, mund mos jesh vetë kandidati, për arsye se ky mund që po çon ti tek ai që është më vete, do i shkojë këtyre. Kjo funksionon nëse ju jeni pak, por nëse ju e kaloni këtë frikë dhe bëheni shumë, atëherë nuk shkojnë më te PS-ja këto vota. Jo, ato krijojnë subjekte të reja, krijojnë kandidatë të rinj që mund të jenë pavarur sot e në të ardhmen. Vetëm ju lutem mos e digjni votën dhe dinjitetin pa u futur në kuti ose në praktik, dinjiteti. Ju lutem. Kaq kisha. Tëra, në qoftë se jeni dhe juve dakord me neve, na shkruani në komente, na shkruani kudo që mund ta shkruani në lidhje me këtë temën që trajtuam sot. Që e keqë shumë e madhe, që po na pret dhe po na troket e dera. Inshallah zgjohemi në momentin e duhur. Dhe është vetëm fillimi. Zoti ju bekov gjithëve juve që ndani kohën me neve dhe investoni kohën tek ne. Nëse arrin një ditë është problem, do ishim shumë të lumtur. Ju jemi shumë mirënjohës, shihemi në episodet e tjera. Natë mirë. Natë mirë.